radhën që ka monë. O, ky mbullir I pelëshi, I pas ka moj barë shumë. Të lutem mos ma të keqen, radhën që ka monë. Ajde, hopa! Se na lujteme, o, këtë kuri buldini, I dalur nes për mese, dreqeme ose ma të keqen, se na lujteme. Mirë mi pamit shumë. Mirë, shumë mirë. Në strep sot këtë 80 vjetorin e lindjes, 2 fjallë. Po, në Beni, ti, Berti, unë sot mush 82 vjeç. Me këtë shoqat që kam marrë, kam 13 vjetë që I punoj me këte. Kam qenë në Sefera, në Belesh, çdo rreth Shqipërisë, çdo veprime jashtë shtetit, Bullgari, Turqi, Malzi, Kosovë, në Tuzë, edhe Maqedoni. Struge, Ore, Slash, vende, fshat pa dhënë. Me kam kohë për të punoj me këte. Hiki 3 vjetë se kem si kursant në fillim, për 12 vjetë që kem kështu, me kamera të gjitha veprime. Edhe jemi shumë kënaqur deri këtu, me jetën time nuk jam kënaqur si shoqëri kam edhe ekonomi që kam bërë me forcën e mia. Edhe sot kam një punë të madhe që kam dhe latrinin, po kam dhe të dozoj flamurin afër ditës. Me gjithë gurën e afër ditës, jo edhe bashkia e Bershit. Edhe pres shokët e vinë sot. Edhe jam kënaqur dhe me shokët që do na vinë respektojnë. Edhe besoj që do ta kalojmë mirë dhe drekën. Të flasë kam shumë. Unë që ku kam qenë kooperativ, kam qenë valtarë. Sefera, fshati parë që bëm kooperativa, që bëni grupi logistik, kam qenë dikë hysa, për 3 hysa, Shefqet Tafani, e shumë shokë tjerë, që jetë lagjes time, që jenë Cagra, Drita, Shpresa, Sajdeja, shumë gra dhe burra. Quna I Demir Gjoshi, Bashim Gjoshi, Sabri Gjoshi, kemi qenë grupi parë që u bëmë dhe... Zotë Strep, për sa vite që keni drejtuar shoqatën Afrodita? Shoqata Afrodita ka 12 vjetë që ka fillu. Tash që kanë qenë në Sefera, kam qenë 4 magazie, pagator setori, brigadier të imesh, ndërtues, brigadier ndërtimi, çdo e prim kam punu. Në Bëgësi kam qenë brigadier, pastorim tokës që ka qenë fillim, edhe më kalu mirë, kam qenë këshilltar në Seferën, për 4 vjetësh, me kryetar me Gjoshin, shaqe kasë sekretar dhe unë antar. E shumë në antar. Fillo. Unë ka dhënë kontribut mja për Bershin, kam qenë edhe magazier, kam qenë edhe pagator sektori, kam dhënë rrobat për sportin për shkollat, shkalla, Marinza, Seferanit, Bershi Ver, Liqeni, kam qenë rrobat sporti për moshat e vogla, për 8 vjeçare, 9 vjeçare. Kontributi kam mos 7 dush më kam bo, më shumë. E dyta, kur kam mika ne, kam bërë abonancën, kryesore, e kam falë me të vërtet, 1.000 milion. Edhe kam bërë disa vepra, po edhe ca I kujtoj, kam bërë I dokumentar, kam shumë kontribut, me sportin, kam patë kota sporti, 4 vjetë. Këtë që në studje, këtë sporti. Kam 22 marsin në Kamzës, e kam pas 4 vjetë, pra. Tritë Kamzës, tritë. I gjelar mëziu të në këtë arpë. Sot Strefi ka 82 vjetorin e lindjes, 2 fjalë për zotin e Stref, pra për vllajën tuaj.
Strefi sot ka ditëlindjen, i urojmë dhe 100 të tjera të bëhet, me shëndet dhe me jetë gjatë. Strefi ka kontribuar shumë për zonën e Dumres, për fshatin se Therën që ka bë ambulancën, ka bë shumë aktivitete, ka qenë presidenti i klubit sportiv të Kamzës, ka qenë klubit të Kino Studios, që ka me vajzat, me të dy ekipet ka qenë me vajzat. Strefi ka dhënë shumë dhe ka formuar dhe shoqatën Afërdita, që në vitin 2012, ka bërë shumë aktivitete, ka udhëtuar shumë jashtë, ka marrë shumë diploma, ka bërë shumë për gjithçka Strefi. Strefi ka dhënë kontribute pra dhe në art dhe në sport. Strefi t'i uroj shëndet, jetë, pleqëri të mbarë me kamë dhe me dorë. Strefi sot me rastin e kësaj dorëzon edhe grupit Belqit, zotit Vasjar Hysa e shoqatën Afërdita, që e meriton për mendimin tim, sepse edhe i është me artin dhe është artist që merret me vallë dhe këngë dhe ka marrë dhe shkollën e muzikës. Ç'të them për Strefi tjetër, Strefi ka shumë merita, si në familje, si në shoqëri, në sport dhe në art. Radhën që ka monë, o këmbullir I Belqi, I pas ka moj barën shumë, të lute mos më të keqen, radhën që ka monë. Ajde, hopa! Si kaloni? Si kaloni? Mirë? Mirë. Fala ki për ata që na dur? Edhe ata që na dur, pa fala. Pa dhe varin nesër. Po na më çunë pse servi? Çuni ka. Ja di çuni di. Unë di që dur, nuk ka që. Ka. Marsi pas. Edhe shtrajsi që Si na lujteme, o këturi buldinit, I darburën e skërmesën, Dreqeve ose ma të keqen, si na lujteme që. Grupi Afërdita do vazhdoj për arsye se u gjet Afërdita Bukurosha, u gjet pikërisht ke shtëpia Buzgjurit, te shtëpia e profesor Estraf Gjosit, te shtëpia e babait tij Tafil Gjosi që ka qenë një fisnik, një pronar që në kohën e Zogut, edhe gjithashtu edhe I luftës, ku pat edhe vllain e vet që qenë partizan. Strefi është një partizan I rilinjës e kam qujtë unë. E kam qujtë nga viti 45 e këtej. është një punëtor energjik, që to t'i para që ka ky, për ne janë të rralla. Janë të rralla. Edhe gjithë çmime që kemi marrë, janë në hidh e këtij burri. Dhe Afërdita, dy janë shoqëri. Është banda e qytetit Elbasan, që është krijuar në vitin 1908, edhe 2013 që e krijoi Estraf Gjosi. Ne kemi aktivitet më shumë se banda që ka qenë sa vjeçare në Elbasan frymore. Megjithatë, unë ju uroj jetë gjatë. Strefi është
do jetë, e kam shkruar, do ta lexoj edhe pasaj, president i shoqërisë kulturore i përhershëm. Në çdo aktivitet Estevi ka ftesën e parë. Unë do flas për historikun e vitit të shokut, jam përgatit edhe për satën që kam përgatit. Për mua është një ditë e re, edhe Estevi i uroj vetëm jetë të gjatë. Ju faleminderit president. Unë Vasjani ka pas dhe shok tjetër, po ne babën e tij ka pas shok. Ai mësoi vallëtar e kombëtar, unë me Vasjanin e marr. Po bom prap. Pastaj ne te kam zgjedh Vasjanin, unë se ose komplet familja këtij. Më të shiç çka. Shko nga kamera. Edhe pa e vendosa që t'jap Vasjani në thonë me shaka se nuk janë gjithë i kokë, edhe i menje, po kjo meriton. Po pse të thosh ti? Ka gjithë familjen, ka 5 anëtarë që punojnë me valle kongë me grupin artistik. Po që ai merit, kush e ka 5 veta, 6 veta te grup. Unë edhe këtë edhe kam thënë, se sa kosh pjesë kam pas, s'ka dash me ato fare si ojtë se Vasjani. Faleminderit. Ani ta gëzosh edhe herë. Ju falemnderit shumë gjithëve. Do të vazhdoj. File po desh, Do të sufisoj forcat. Më çadush. Afërditën. Emrin Afërditën e ngritet ti mbetës. Çfarë kryesia e gjithë Ngritet. Edhe do ta ngrem gjithmonë. Ne erdi kryetari i shoqërisë së shërmimit. Do të shtysh pak? Sa më të përmbledhur, që mos na shkej shumë. Tani, Po fol, fillon. unë jam e kënaqur që bëj pjesë të grupi Afërdita si artizane dhe doja thoja 2 fjalë për presidentin e shoqatës zotin Estrev Gjoshi, i cili ka qenë i përkushtuar për grupin tonë, për mundësitë financiare, për çdo gjë dhe i uroj 100 pranvera. E dyta, ka gjetur personin e duhur për t'i dhënë vullën për ta drejtuar grupin Afërdita në Belë, sepse zoti Vasjar vjen nga një familje artistësh, edhe brez pas brezi. Ne kemi haqë vështërsitë e grupi për të veshur goca, për të plotësuar grupin, por Vasjari i papërtuar e ka mundësuar me familjen e tij 5-6 antar, artista që është moshën 5 vjeç edhe deri tek bashkëshortja e tij, e cila e mbështet në çdo aktivitet, në çdo këngë dhe në çdo valle. Edhe uroj Vasjarit edhe një herë suksese. Edhe zotin president ta kemi gjithmonë. Bravo, Falenderojmë zotin Estrev Gjoshi për njërin më të goditur që ka gjetur, për Vasjarin, që ja jep stafetën Vasjar Yusës, për t'i ngritur vlerat Dumres, që ka një folklor shekullor. Bravo, të uroj dhe 100 vjetë. Faleminderit. Suksese profesor. Faleminderit. I uroj bashkëshortit tim suksese dhe jetë gjatë. Faleminderit. Dhe presidentit gjithashtu, jetë gjatë edhe suksesen. Një urim i veçantë për mua është urimi për presidentin ton Estrev Gjoshi, i cili na ka udhëhequr në të gjitha festivalet, si brenda vendit, ashtu dhe jashtë vendit. Kemi marrë gjitha ato merita, gjitha ndej, gjitha ato kupa, gjitha ato çmime në sajt e punës të presidentit ton Estrev Gjoshi. Ka qenë një ndër aktivistët më të mirë të saj zonës tonë, duke filluar që nga kohët e para, që nga na çfaqjet e para që boshin në korporativin e Belçit, edhe e vazhdoi me tej aktivitetin, erdhi në Tiranë, arriti rezultate të mira këtu, ku me iniciativën e tij krijoi dhe grupin e parë Afërdita Mbelës, kur mbajti lidhjet si me grupin këtu që ka me të rritë e Kanzës, ashtu edhe për mbajti lidhje edhe për grupin ton që nuk u nda kur nga gjitha aktivitetet e zonës tonë të Belçit. Pra, kjo është një meritë e madhe, edhe bravo të qoftë, edhe unë të uroj jetë gjatë, edhe do jesh gjithmonë presidenti jon i përjetshëm, gjithashtu do marrim pjesë edhe në për aktivitete tjera ku do na shoqërosh brava dhe do jesh kënaqësi e madhe. Faleminderit për vëllain tim që i dhe këtë titull, ja dorëzoa këtë, edhe neve këto
merita që këtë stafet që ti e ke sjellë këtu, do ta çojmë tej, edhe lejmë dhe brezat tona. Lumë të goja. Tashëm. Faleminderit. Suksese edhe ti. Qoftë jetë gjatë. Me gjithë fëmijë. I nderoj. E nderoj këtë ditë sot tej. Urime gjithmonë për Streb Gjoshin. Për gjithë atë punë që ka bërë, e tha dhe shoqëria, ka qenë një meritë e madhe për këtë burr. Dhe urojmë edhe 100 të tjera. Dhe shoku jonë Vasjar Hyse ta gëzoj detyrën që dërzon tija. Bashkë me ju. Bashkërisht të gjithë, kolektivisht. Në ta përsosim më shumë. Patjetër. Do jetë. I urojmë në radhë parë jetë gjatë presidentit të shoqatës Afërdita, që ka ndihmuar këtë asambël, edhe ne që marrim pjesë këtu asambli Shkëndija Shtormen, edhe ty Vasjar, të urojmë suksese pa çkudo. Në radhë parë, në radhë parë do t'i uroj edhe për vjetorin e të lindjes e Streb Gjoshit, edhe 100 vite të tjera ta kemi, aq më shumë gjallëri do ketë si ansambli, si fusha sportive. E Strebi nuk njive vetëm në fushën e folklorit dhe të muzikës, por edhe në fushën sportive. Ai ka ndërtuar shumë ekipe këtu në Tiranë, ka ndërtuar një ekip femrash si Kino Studio, fillimisht, më pas ndërtoi ekipin e Belshit, e ngjiti në kategorinë e tretë, bëri aktivitet për ta ngjitur në kategorinë e dytë, nuk që e mundur. Gjithashtu ka një merit veçantë për këtë Ignatja që shohim ne sot kampionet të Shqipërisë, ai ka dhënë kontributin më të madh në ndërtimin e saj nga kategoria e dytë. Dhe kjo merit është e Streb Gjoshit, që ajo sot është kampione e Shqipërisë. Kaq kisha për Strebin dhe ju uroj suksese zotit Vasjar që ta përsos më shumë atë aktivitetin e kësaj shoqate të Afërditës. Radhën që ka monë, o, këm udhir I pelëshi, I pas ka moj barë shumë, të lute mos më të keqen, radhën që ka monë. Ajde, hopa! Ose na lujtë e men, o, këtë kuri buldini, I darburën e s'përmesën, dreqeve ose ma të keqen, se na lujtë e men. Që vjen rakun klubit të shokën, o shisha me rakia. O kënë ose ma në pepa, e kokën në klub me tinja. Që vjen rakun klubit të shokën, o shisha me rakia. Shokën, 150 lek, e u pupur I shkreti, I pa
ata ke patritur. Kur vjen besme vit që shokën 150 lekë. Atëre kjo fest bëhet sot. Për festë datëlinjes së presidenti Ester Gjoshi, presidenti i Veçit, po dhe për shoqata e Avërdita. Mund ta ndërzoj vulën një shoku tim që e kam shkuar në mushk, me shkollë në kulturë, ka 4-5 antarë që vantarin e valcojnë për Veçin. Edhe të gjitha. Si të gjitha të tjerë. Edhe u falenderoj shumë që kemi ardhur të gjithë këtu. Respektojmë edhe jetë gjatë dhe ju për shpiti uja. Urime, brother. I nderuar president i shoqërisë kulturore Avërdita Veçit, gjithashtu edhe qytetar ndel i bashkisë Veçit. Të nderuar pjesëmarrës. Unë mbushim mbi 10 vjet që bashkëpunoj me zotin Ester Gjoshi me shoqërinë që krijuam bashkë Avërdita për rrugën e traditat folklorit, kostumet popullore, ngjarje popullore, sportive, të ndërtuar dhe financuar si grupit tonë artistik dhe folklorik, ku kemi dhe koncerte të shumta në vendin Elbasan e gjithë Shqipërinë. Kemi marrë pjesë me grupit e folklorit dhe shumë festivale folklorike e tipologjike, si në Gjirokastër 3 herë, në Lushe 2 herë, Berat 2 herë, në Vlorë 2 herë, te Porvoria, në Braç 2 herë, në Ip 1 herë, në Kavës 2 herë, në Tiranë, te Liçeni 1 herë, Kavaj 2 herë, Rrugazhi 1 herë, dhe në festivalin e liçenit të Veçit 3 herë. Në këto festivale jemi vlerësuar me kuva dhe çmime të para nga juri. Grupi folklorik Avërdita me Ester Gjoshin kemi edhe koncerte edhe jashtë në Tuzë, Malizzi, në Skënderaj dhe në viti të Kosovës, po jemi vlerësuar maksimalisht. Dhe mediat e tyre na kanë bërë jehon të madhe. Ne si vallëtar e Avërditës kemi edhe koncerte në Elës bashkë me Borazerin, në Dham, në Londër dhe në Istanbul, ku kemi marrë çmimet europiane të para dhe të dyta. Ester Gjoshi ka bërë kostumet tona popullore të grupit tonë dhe të fëmijëve të kallës dhe të kostumet sportive të Zëvës të Veçit, të Gostikës, Cerriko dhe të Peqirit. Në fshatin e tij të lidhjes ndërtoi një qendër shëndetësore, falas, kur sot shërbem për komunitetin e vet. Bashkia e Veçit, para disa vitesh e shpalli qytetarin Nderi, e meritonte. Votoi e revistën dhe gazetën Avërdita. Sot është hyri i madh. Bushit 84 vjeç. I urojnë jetë gjatë. Si Avërditën e bukuroshe që u gjet te liçeni te shtëpia e tij. Përballë. Sefer. Përballë ashtu. Dhe do të vazhdojmë rrugën që kryen e Estrit për këtë shoqëri kulturore. Lart e me lart me rrugën e folklorit të Veçit, Domres, të Estrit dhe tonë e të Sami Frashën, mendimtar, patriotik të madh të rilindjes miku ynë, që e kemi dhe lëvizar në Belus. Miku ynë Estrit, Gjoshi dhe shoqërisë kulturore Avërdita do të mbetet gjithmonë president Nderi. Në çdo aktivitet ka ftesën e parë nga unë që të drejtoj grupin e tij bashkë me stafin e tij drejtues. Dhe gjithmonë Ester Gjoshi për neve do mbetet i gjallë. Shëndet e luturi gëzuar 84 vjetorin.
Tashti, duke patur parasysh gjithë veprimtarit e tij, rast mbi 12 vjet, e ka përmasu statusin. Një, me vullë që do të marrë, shoqëria kulturore Afërdita e kaluar datën 10/4/2013 me vëdim gjykatës së Tiranës, me kërkesën e Stef Tafilgjoshi dhe Dëmëtar Basar Byhysa, është jo qytetare dhe jo takspuese, është artistike kulturore. 2. Shoqëria Afërdita organizon stafin drejtues aktivitet kulturore, si koncerte festive, folklorike, tipologjike. Me grupin e saj përgatit ka të drejtë koncert brenda dhe jashtë vendit, duke përgatitur zonën vendin tonë të spikasën tre folklorike, Lore Popor dhe Kosovë, atij vendi kur lindi giganti e Sargjosit. 3. Shoqëria kulturore Afërdita drejtohet nga 5 vetë, stafi, kryetari, kryetari, sekretari dhe dyqantar. 4. Grupi folklorik, grupi popullor, Kosovë popullore, grupi vallë, fëmijët, piktura, skulpturë dhe muzeu e organizacion popullore. 5. Shoqëria kulturore Afërdita pranon çdo antar nga mosha 7 vjeç deri ashtu. 6. Pranon bilegëzim me shoqërinë kulturore brenda Shqipërisë tek programi aktivitet që do të bëjë. Dhe 7. Bashkëpunon me grup artistik Bashkisë Beqit dhe me grupin të shkollës të Beqit. 8. Dorën vlerat folklorike të këngët, vallët, muzikë, instrumentet popullore të kryer nga populli Kosovë tonë dhe e Sargjosit që na i edukoi dhe i futi deri në zemër. 9. Do koncert mirëton nga qytetarët dhe vura me flamur Afërdita dhe vallë nga kryetari. Urime e sërë. Për tek. Unë të hape para se të marrën do të dërdoj vurën, firmosin, unë të ka bërë një këngë kasile për Sargjosit, të cilën do të këndoj të hapë programin. I uroj jetë i gjatë. Do të këndoj bashkë me bashokë. Ropiga Shqipërisë, Shoqëria Kulturore Afërdita Beqit, deklarat. Unë Stef Tafilgjoshi, kryetar dhe drejtues i Shoqërisë Kulturore Afërdita Beqit, në datën 10/4/2013, me vullë përkatëse, ja dhuroj tërkim Shoqërisë Kulturore Afërdita, që unë e drejtoj për 10 vjet, bashkëpunëtori të tij muzikantit Basar Byhysa, me vullë duke bërë përkatëse ligjore. Dorëzuesi i vullës e Sargjosit, Barsi, muzikologu Basar Byhysa. Bravo, Lutër Kiti. Ka si ti voli ti fjalon nga sa? Përdo. S'ka marrë. Firmos është. Sa ta firmosi? Firmosi dhe ti, Vasja? Pritë nga së. Ja të pare njësteri. Ja, unë e më shimë të Të dyja? Të dyja. Dhe i bëjmë bërë shtjere. Mbajë një të dhe mërë. A, Lorime, ta... E shtret dërzoj vullën. Zuhë të gjithë një herë. Vullën e stret. Jepi vullën. Ta shumë të ndërën e vullën. Se çdo gjë ka i kryer familjarë, se kryer pune. Kjo është kryesore. Merë lekën e bërretën, në për shtetin, në për bashkëmën, në për gjitha. Por si e kjo si e bashkëmën. Faleminderit. Vura do jetë Afërdita e Sargjosit, gjithon vura. Zuar, sekretari i përgjithshëm i pensionistëve dhe ka 10 vjetë si kemi bashkëpunim me ty, vajtë ja ardhe mramja shkreshi kemi bërë, pra ne e tje dhe dëtlinjen, të uroj dëtlinjen të bashkë në një 7 vjetë qera, e tje shi lumë të rikëzoj zhitë bolë me djenë me vajtë dhe besa me zhitë. Edhe ju që këna sa tu, faleminderit. Do të uroj dhe kretari të ri, tjetë qënet, e suksese, e heqë në rrugë në Instagram. Në lindi një
Do të vazhdojnë me duke futur element të rikësem, por emri Afrodita që është kanë një pëndveçarët, o gjetë për pas spisë e sërbjozit pus në gjetit. Bravo. Arëzur. Da fili mai bene che te,
që ka mon O, ky mbullim I pelëshi I pas ka moj barë shumë